Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës për të dytën herë i ka dhuruar shoqatës së intelektualëve Jakova kontingjent me libra. 71 tituj të ri të librave me vite të botimit nga viti 2019 deri në vitin 2024 e pasuruan bibliotekën e kësaj shoqate, bëri të ditur kryetari i shoqatës së intelektualëve Rushdi Sefa. Falë mirëkuptimit nga ana e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, biblioteka e shoqatës intelektuale Jakova u pasunu edhe me 71 tituj të ri botime të Akademisë Shkencave nga viti 2019 deri në 2024. Mirë po për kryetarin Sefa hapësira e huazuar përkohësisht nuk është e mjaftueshme për ekspozimin e këtyre titujve të rinj. Hapësina e shoqatës së intelektualëve e cila në është huazu përkohësisht nga pronari Skënder Nikuliqi, përkohësisht, po them, nuk i përmbush as për së afërmi ato që kërkohet për me i zhvillu të gjitha këto aktivitete që i zhvillon shoqata, por na edhe më tutje po shpresojmë se zyrtimet e zyrtarëve komunal se do të na sigurohet një hapësinë do të përmbushen së shpejti. Sefa thotë se me përmbushjen e kushteve do të mundsohet çasja në fondin e bibliotekës për të gjithë të interesuarit.